cili është ndonjë moment sfidues apo ndonjë moment i hidhur gjatë karrierës tuaj profesionale? Qëndresa, ti jesh gru në Kosovë vetër sfiduese, sepse du t'jesh nënë, du t'jesh bashkëshorte, du t'jesh profesioniste mirë, ndonjëherë edhe hallet edhe derë të dush të lësh të gjitha dhe të përqendrohesh në punën profesionale, qoftë si profesoresh, qoftë si radiologa. Jeta është vetë sfidë dhe unë mendoj që nuk ka njeri një jetë që sfidohet. Unë gjatë jetës time apo karrierës time jam sfidu në mënyrën shëndetësore. Dhe në vitin 2018, në periudhën më të lumtur të jetës time, kur jam zgjedh asistente e rregullt në Fakultet Mjekësisë, po atë vetë u diagnostikova me karcinom gjirit. Dhe ka qenë shumë sfiduese. Ka qenë sfiduese se fëmijët i kisha shumë të vegjël. Mandena si profesioniste e din që jo gjithmonë karcinoma shkojnë mirë. Mandena e din si mundet me qenë edhe fundi. Ka qenë shumë sfiduese deri në momentin kur mas kimjes tretë ka fillu me reagu dhe kam fillu me pa jetën edhe njërë me sy. Dhe falë mjakve, unë në atë kohë më trajtu në Turqi, me thënë drejtën, dhe sfide madhe ka qenë me qenë fillimisht larg fëmijëve. Normalisht që bashkëshortë im kanë jetu afër gjithmonë në atë periudhë dhe çdo periudhë të jetës time dhe falë tina dhe familjes time dhe familjes bashkëshortit unë ja kom arrit me dalë me përballu këtë sfidë, por është sfiduese. Momentin kur kam fillu me pa që terapia po funksionar, kam fillu përsëri me marrë veten me të mirë dhe mi fol vetës, sepse në fillim kur diagnostikosh je lëndume sepse fillimisht mendon pse mu, pse u zgjedha unë. Dhe kur e te i kalan sfidën, ose me thonë kur mësosh me jetu me sfidën, sepse te i kalan, po ki kontrollat vazhdueshme. Kur mësosh me te i kalu me sfidën, dikur mandej bosh forca shumë njerëzve. Dhe unë mendoj që në jetën time kjo sfidë më ka rritë shumë, më ka bo shumë më të mirë, më ka bo me kuptu që me qenë pacient, ja u din shumë hallin pacientëve. Më ka bo me mendu që me qenë shembull një grus të fort, me qenë shembull që kur dan, ja del dhe mos më dërzu. Unë nuk jam dërzu dhe për një me konsiderona si grua e fort që sfidoj, do me thonë, në përgjithësi tentoj me hynë punë cilat kanë sfida. Se mendoj që pa u sfidu nuk duket e këndshme moja punë, as duket që është shumë për sfida shëndetësore në tronda. Unë edhe studentëve të mi, sot ju thëmë gjithmonë, sepse unë kom pas edhe studentë të cilët gjatë rrugtimit kam pas sfidë shëndetësore. Jo mundu me qenë afër tyne edhe m'ju tregu që me vullnet dhe me mjek të mirë, me terapi, se sot ka terapi që bën mrekullina. Kemi onkolog shumë të mirë, të cilët janë të e bu një punë të mrekullueshme. Dhe unë mendoj që kur të gjitha hallkat bashkohen bashk, po sidomos vullneti dhe dëshira për me jetu, unë mendoj që dëshira dhe për me jetu edhe Zoti është çelësi suksesi së cilës unë jam. Sa ka ndryshu perceptimin për jetën kjo smundje, edhe perceptimin edhe për njerëz po ashtu? Perceptimin për jetën e ka ndryshu 100%. Unë ndryshe jetoj tash, ndryshe kom jetu atëherë. Për mu tash ka shumë rëndësi jeta. Unë mendoj që tash e kom linë për zdytet dhe i falenderojmë Zotit që ma ka hapur një mundësi dhe tash këtë jetë mundona me jetu shumë e lumtur. Mundona çdo minutë jetës me jetu dhe çdo minutë jetës më gjin njerëzve afër. Më ka bo shumë empatike dhe pse kom qenë që ashtot, por tash jam shumë afër dhe secilit pacient besom që e shoh si vetën. Secilin pacient që më vjen, unë e shoh vetën ta. Dhe mundona me qenë shumë afër tyne, por ato edhe mundona me fjalë, me butësi, ndonjëherë
ata mendojnë që po më hupin kohë, se ndonjëherë bëhen thrasin disa herë ose tentojnë marrë disa herë. Ndoshta ata prej hallit vet, ndërsa unë të e ditë sa herë e kom thirrë mjekun tim në kohën kur kom qenë smur dhe mu ka përgjigj në mënyrën më të sinqertë mundshme, dhe ndoshta ma ka qel telefonin edhe natën kur që më di mirë ose më ka shkrujt, unë tentoj të jem shembull, model i mirë i mjekëve, që të jem sa më afër pacientëve të mi. Po, çfarë mendimi keni për njerëzit, në fakt për njerëzit që ne jetojmë me ta? A din ata të sillen mirë Unë mendoj që në vendin ton ende ka njerëz të cilët nuk din më sill. Po them kështu në këtë kuptim, ka njerëz shumë të mirë që din me mendu si mu qas, sepse mu diagnostiku me një sëmundje të rëndë, rrethi ka shumë dikem. Mandej fjalët e tyne me qenë të mira aty duken të këqija, se lema me qenë provokative, ose me qenë fjalë të cilat thejnë, fjalë të cilat ndoshta ti je shumë të umri përpara të kthejnë mbrapa. Unë mendoj që duhet kjo me fillu prej onkologut, prej mjekëve në përgjithësi, po onkologu si mjeku i parë duhet jetë shumë i afërt me pacientin, të jetë psikolog i pacientit, edhe pse unë mendoj që këta pacientë gjithë ka nevojë ta kenë një psikolog personal në atë periudhë, dhe psikolog në onkologji duhet jenë numër më të madh. Tu nis pi faktit që ne kemi numër mjaft të madh pacientëve të cilët janë të prekun, mendoj që ata pacientë duhet të jenë spaku ta kenë dashurinë dhe mbështetjen e profesionistëve shëndetësor. Cili ka qenë motivi, ose cila ka qenë ajo fjala ose fraza që ty të ka mbajt mirë me disponim në ato momente? A janë fëmijët, familja, apo... Normalisht, unë i kam 2 fëmije dhe me thonë drejtën vajzën e kom pas 13 vjetë në atë kohë, ndërsa djalin 6, dhe çdo natë jam lutë që me ushëru për ta. Me thonë drejtë me qenë afër tyne. Dhe jam mësu në atë kohë me mendu që jeta është vetë sfidë. Dhe kur i ki familjen afër, fëmijët, edhe familjen e gjerë, dhe miqësit, miqt të cilët të gjindën në ato kohë, sepse ne normalisht që miqt zbonë edhe si familja, dhe shoqët dhe shokët që të rinë afër ti mban men për të njëjtën, se ata të cilët rinë afër në kohët vështira i ki miqt vërtet. Dhe unë mendoj që për mu kanë qenë fëmijët. Dëshira për me jetu kanë qenë 2 fëmijët e mi, për cilët edhe sot jetoj. Çfarë këshille keni për gratë që diagnostifikohen me sëmundje të tillë? Si dëshiroje ti motivoje? Unë, do me thonë, për gratë e për burrat në përgjithësi, unë mendoj që duhet gjithmonë ta marrin edhe secilën sëmundjet, secilën sfidë ta marrin me pozitivitet. Të jetojnë pa stres, mundohen me dalë dhe me jetu jetën, për aq kohë sa të na jep Zoti jetë, ndërsa në kohën se janë smut, ta jetojnë çdo moment të jetës dhe ta mendojnë që jeta është shumë e gjatë dhe e bukur dhe kur do një del.